Programet e kategorisë së parë, destinuara për të gjithë publikun. Teleshikues të nderuar, mirëmbrëma. Jeni me mua Bindira Sherifin në edicionin tonë të radhës të emisionit tonë Mes Nesh. Unë sot si mysafire kam dikë vërtet interesant dhe vërtet të veçantë për qytetin tonë. Një shembull mjaft i mirë për të ndjekur nga të rinjt, dikush që merret me ardh dhe nuk është lodhur nga kjo pjesë as pak. Përkundrazi, ajo tashmë po fiton edhe çmime të mëdha të cilat janë mjaft të rëndësishme dhe mund na flas më shumë rreth vetes së saj, karrierës së shkrimtare. Unë në studio kam Liber Eminen, siç e theka, është shkrimtare nga Kumanova. Liber, mirë se erdhe. Përshëndetje Medina, faleminderit për ftesën dhe ju përgëzoj për emisionin dhe studion kaq të bukur. Faleminderit, kënaqësi të kemi këtu. Faleminderit. Desha të nisim spari një prezantim të shkurt për qytetarët të cilët ndoshta nuk të njohin mjaftueshëm. Më saktësisht për qytetin tonë. Për ty në përgjithësinë, pika të gjëra të prezantosh veten. Unë jam Liber Emini, jam normalisht nga Kumanova, nga Dardania. Domethënë kam kryer studimet të drejtësisë, master dhe bachelore kam kryer në Shkup, madje master e kam kryer në Tetov. Pastaj jam marrë me letërsi, domethënë prozë dhe poezi dhe tani punoj në Agjencinë për Zbatimin e Gjuhës Shqipe në sektorin juridik, po ashtu dhe në disa organizata jo qeveritare dhe në shumë lëmie të zgjeruara. Është shumë mirë kjo. Mu vjen mirë kur të gjej të rinj të cilat vërtet kyçen në shumë aktivitete dhe janë pjesë e fushave të ndryshme. Kjo është diçka shumë e mirë dhe një shembull mjaft i mirë. Desha të nisim fillim për karrierën tënde si shkrimtare, prej kur fillove të shkruash ose të shohësh se kjo është pika jote e fortë. Faktikisht Bendina kam filluar të shkruaj që kur isha fëmijë. Domethënë ne edhe pak njihemi edhe më herët se kemi qenë në një shkollë, kështu domethënë klasa e 4 e 5 që janë bërë disa festivale të ndryshme për fëmijë, disa ura poetike. Aty kam marrë pjesë dhe kam pasë disa poezhi të mia janë përzgjedhur nga juria, kam marrë disa çmime që kanë qenë atëherë për fëmijë dhe domethënë kjo ka qenë një motiv për mua, një motiv goxha i madh dhe i cili më ka shtyrë të vazhdoj përpara për arsye se kam pasë njerëz që pëlqejnë poezitë e mia dhe pse jo, mos ta shfaqen ndoshta talentin tim nëse lem një blejohet ta quaj. Po, me që që vërtet ne kemi pasur atëherë edhe shumë aktivitete, gara të ndryshme, si dhe vlerësoheshim në pjesën në të cilët ishim të Zot. Nuk e di sot nëse është e njëjta tek rinia, se po mendoj që nuk e kanë motivin e mjaftueshëm për të vazhduar artin ose çka do qoftë që ata janë të mirë. Faktikisht unë mendoj kështu, fatkeqësisht ta them të drejtën, sepse në periudha shumë të hershme kishte aktivitete më të ndryshme, madje mos më dhënë se të ishin të angazhuar dhe më tepër, tash e ditë ne kur ishim aty unë isha njëkohësisht edhe orkestra e shkollës, kam qenë për 8 vite radhazi. Ndërkohë dhe ishim në gara të shumta, ishim në për poezi të shumta, në për festivale të shumta, madje edhe shëtitnim prej qyteteve në qytete, madje edhe jashtë shtetit, ka qenë një eksperiencë jashtëzakonisht e mirë, që na ka kryer edhe neve si nxënës dhe tani si student edhe të rritur. Ka qenë domethënë një ndikim shumë i mirë për neve që të krijohemi si njerëz, të profilizuar tani. Po, mendoj që kemi pasur ndoshta për krajë dhe për kushtim më të madh. Po, dhe vullnet kemi pasur gjithashtu. Po, mendoj që vullneti na ka ardhur nga ky përkushtimi që është dhënë tek ne, sot ndoshta fatkeqësisht nuk është metoda e njëjtë e funksionimit të gjërave. Ku jemi tek shkrimet e tua? Desha të di në çka fokusohesh më shumë, çfarë lloj shkrimesh bën, cila është modeli jo dhe si motivi im zakonisht është unë i pëlqej udhëtimet, më pëlqen shumë kjo gjë. Edhe ndoshta gjatë udhëtimeve ti zakonisht has në historie të ndryshme, në situata të ndryshme, në njerëz të ndryshëm, në motive të ndryshme. Edhe domethënë kjo më ka qenë një ndër motivet e mia se më pëlqen të shkruaj për realitetin. Domethënë diçka që nuk e përjashtoj njeriu, në dukuritë e njeriu, realitetin ton, shoqërinë tonë shqiptare në Maqedoni dhe jashtë vendit, si edhe patyshim edhe kemi disa cilësi të tona që i shprehim aty, siç kam cekur edhe në disa emisione më të mëhershme se sado që mundohet një krijues ose ndonjë artist nëse më lejohet ta them kështu që të ikë vetes së vet, është e pamundur. Është e pamundur. Patjetër një pjesë jotja shfaqet aty. Vërtet. Ku jemi te kjo pjesë e shfaqjes së vetvetes, realitetit, sa përqind realitet ka në shkrimet e tua dhe sa imagjinohet? Realiteti në librat e mia është
mos ta tepër 8%. Jo, aqëm, po sa do kudo s'kemi mund t'i ikim. Nuk mund t'i Po, konkretisht ka qenë të 2 librat e parë që janë bën pandemi, të libre nëse jo ne kush dhe nëse sot jo kur, aty ka qenë konkretisht ka fundi i librit, domethënë shënu diçka, edhe pikërisht kaptina që quhet ky jam unë ose kjo jam unë, diçka kështu ka qenë. Edhe aty domethënë flas disa cilësi të mia të karakterit tim, të personalitetit tim, edhe mendoj që shumë të rinjve, disa padrejtësive të ndryshme që janë bërë edhe gjatë rrugëtimit tonë deri aty ku kemi sinuar. Sa ke përkraje nga rrethi, le të themi, e pastaj të flasim edhe për lexuesit e tu, sa të kuptoj, sa e ndjen që vërtet je për afër të bëjë ndjenjat të cilat i kanë këta lexues që të ndjekin dhe lexojnë veprat e tua. Nëse flasim për rrethin, shoqërinë dhe miqtë e mi, përkrajen e kam maksimalisht, konkretisht nga familja ime. Falenderoj shumë. Nëse flasim për institucionet shtetërore, mbështetja është -0. Ma merr mendja. Po, fatkeqësisht, domethënë se Republika e Maqedonisë si vend nuk i mbështet as pak të rinjët, edhe unë nuk e di për lëmit e tjera, po domethënë gjitha lëmit që kam meq në lëmit të ndryshme, e kam pasë mbështetjen e kanë 0. Edhe duke u nisur nga vetja, sepse unë fillimisht kur i kam bërë 2 librat e parë, kam konkuruar në Ministri të Kulturës që të përfaqësoj projektet e mia, dhe përgjigja ka qenë jo. Edhe domethënë pastaj pas një 2-3 muash nuk e di çka, aso ku e kush ish Ministri i Kulturës, nuk e di, nuk më kujtohet tani me emër, edhe domethënë doli në një shtyp se shqiptarët nuk konkurrojnë për projekte të ndryshme, shqiptarët po gjëja se ne jemi pasiv, a faktikisht ne injorohemi vazhdimisht. E di, me që ndajmë të njëjtën fushë të shkrimeve, unë e di se sa e vështirë është për një shkrimtar të cilësohet nga institucionet. Faktikisht. Sidomos për neve shqiptare, faktikisht, e di. Ku jemi të kjo pjesë për përkrajen? Ku e merr mbështetjen financiare për botimin e librave, sepse realisht të flasim është e kushtueshme. Padyshim, kushton edhe ajo, po. Përkrajen, domethënë botimet e mia të para e kam financuar vet, unë, domethënë normalisht prindim se atëherë isha studente, nuk kisha finansat e mia. Kurse tani librin e fundit e kam financuar nga shtëpia botuese litera, gjë që më ka përfaqësuar ajo. Edhe domethënë kjo ka qenë edhe unë e them nga njëra anë mirë që ekzistojnë këta shtëpi botuese projekte të ndryshme, se për ndryshe ndoshta nuk mund ta bëjnë maksimalen, por domethënë disi japi për krahje rinis. Konkretisht kur jemi te sfera e letërsisë dhe sferave të tjera që bëjnë rinia që nuk gjejnë mbështetje institucionale. Libertet të themi që kemi disa të rinj tash që vendosin të shkruajnë, por nuk kanë mjaftueshëm të dhëna rreth mënyrës se si botohet një libër, rreth ligjeve të shtëpive botuese, sepse e di se në një anë ca përfitime takojnë shtëpisë botuese dhe ka disa të drejta që i dojnë shkrimtari me shtëpinë botuese. Nëse mund t'jepësh disa të dhëna në lidhje me këtë pjesë, si kyçesh me ta një çmimore të përafërme për dikë që ndoshta do të botojë një libër nesër. Po, domethënë normalisht ajo është ndarë në përqindje, tash për shembull prej 100% prej projektit shkon disi 30% ose më tepër, ose mbi tek 30% për shtëpinë botuese, sepse normalisht duhet të paguhen ata recensent, ata punonjës që janë aty, dhe një pjesë tjetër, pa them të drejtën, jo goxha e mirë, shkon për autorin. Po megjithatë, prapë, domethënë themi që kur nuk kemi aq shumë kushte të mira, duhet të jemi të kënaqur edhe me pak. Po, ne sipas mendimit tim ne shkrimtarët ose artistët në përgjithësi rrallë herë botojnë diçka, krijojnë diçka për përfitime materiale. Definitivisht ne bëjmë për kënaqësi shpirtërore dhe kjo është mjaftueshëm për çdo artist. Le të flasim tash edhe për librat e tua, botimet e tua, çka mund na thuar diçka më detajisht? Nga botimet e mia un kam perceptuar që perceptova edhe më herët, aty kam cekur jetën e njeriut, kam cekur disa dukurit të jetës, domethënë kam perceptuar jetën e njeriut gradualisht, që nga lindja, rritja, zhvillime deri tek vdekja, dashuria, vuajtja, gjithçka tjetër që janë fenomene që i paraprin jetës së njeriut. Dhe deri në fund domethënë te një dështim ose një disfaqje mund të hasë me jetën, por prapë që nuk rrëzohet, zgjohet prapë. Këto kanë qenë, kurse libri i fundit ka qenë, se 2 librat e parë kanë qenë në prozë, kurse libri i fundit ka qenë në poezi. Kjo ka qenë, ta them të drejtën, me kërkesë të lexuesve, se asnjëherë s'ka menduar që mund të shënoj edhe poezi. Kam shënuar për ta bënë një botim tamam se ka menduar ndonjëherë. Edhe kjo është bë, ka qenë edhe aty flet domethënë zakonisht janë të natyrës sociale, filozofike, më tepër të mendimit kritik. Për sa i përket me që ke shkruar tash edhe prozë edhe poezi, ku gjen veten më shumë? Në prozë. Në prozë. Po, në prozë aty e shoh vete. Pse jo poezi?
nuk e di, ndoshta se poezi kam hasur shumë, dhe më thënë mendoj se tani çdo i dyti autor është në poezi, dhe mendoj disi, jo që është bërvajat, absolut, po nuk e di disi në prozë e shumë më të zgjeruar, pak më tepër të shprehem, se unë e kështu dhe flas shumë për nga natyra dhe kam shumë mendime, kështu që mendoj se poezia s'mi mban të gjitha. Po, në mendimin tim personal, le të kthehemi prapë te e kaluara, unë mendoj që fakti që kemi pak mangësi në anën e poezisë ose nuk e dua mjaftueshëm, është ndoshta tek mënyra se si na kanë mësuar poezinë, do thotë kemi qenë të detyruar ta mësojmë përmendësh dhe jo ta kuptojmë poezinë. Por atë ndoshta edhe nuk e duam shumë si pjesë artistike. Jemi më shumë nga proza, mënyra e të shprehurit lirshëm. Po, normalisht. Aty e shoh vetëm, domethënë s'është se pëlqej dhe poezinë, po domethënë më tepër jam ka proza. Aty dy si pushoj më duke. Ma mërmendja. Cili është një ndër mesazhet ose diçka në një kujtim të bukur që e ke nga lexuesit e tu? Çka kishe veçu diçka? Nga lexuesit e mi, ta them të drejtën jam befasuar sepse domethënë unë kam menduar se normalisht rinia lexojnë, po tani duhet të pikatër se themi ne se çka mund të lexojnë dhe çka preferojnë rinia. Edhe unë kam marrë mesazhe të ndryshme dhe shumë të mira. Normalisht unë aty në fund të librave të mia kam vendosur edhe emailin tim që në rast të ndonjë kritike, këshille, sepse ne jemi të rinë në këtë skenë dhe domethënë mund të përmirësohemi ose të këshillohemi edhe më tepër, po. Edhe kam marrë mesazhe shumë të mira, gjë që jam befasuar sinqerisht. Mesazhi më i mirë që ka qenë që kam marrë nga një profesorish, ka qenë uroj fëmia im të më bëhet si ti. Dhe më thonë kjo ka qenë kënaqësi për mi po, sepse ata e njoh që nga shkolla fillore, mesme në fakultet e deri tani e kam amike, dhe kjo ka qenë një kënaqësi për mua, për shembull pse mos të jesh një shembull i mirë për fëmijët, për rinin, edhe të vazhdosh më tepër. Po, sidomos në kohërat e sotme mendoj që kemi nevojë për shembuj të tillë, kemi nevojë për njerëz të cilat i falin njerëzve art, i falin shoqërisë mesazhe të mira, një shembull të mirë, sepse le të flasim nuk po shkojmë edhe aq mjaftueshëm shembuj të mirë në botën e rrjeteve sociale. Sa i pranon liberi kritikat dhe këshillat? I pranoj shumë mirë që të dyja, sepse nuk jam ndonjë tip si them se mendoj se vetëm se unë kam të drejtë dhe domethënë nuk kam ndonjë mendim absolut. Domethënë gjithçka është relative dhe ekziston me më e mirë për mbi më e mirë dhe domethënë lirisht unë jam e hapur dhe për kritika dhe për këshilla. Por atë aty e kam lënë emailin tim që domethënë për çdo këshill, përmirësim, kritikë, nuk mund të jetë kështu, mund të jetë edhe kështu ose diçka tjetër, unë i kam pranuar dhe i kam falendëruar që kanë dalë kohë nga ajo që të më këshillojnë, falenderojnë, kritikojnë edhe patjetër, kemi hapësirë për çdo gjë. Po, patjetër. Të kthehemi tek librat. Cilët nga shkrimtarët i cilëson si më të preferuar ose mendon shqiptar ose botror? Cili do qoftë? Përgjithësi zakonisht më pëlqen Charles Bukowski, nuk e di se e shoh shumë e shoh realist, madje e shoh shumë të dëshpëruar. Dhe më pëlqen shumë sepse disi i kritikon femrat në një farë mënyre qoftë ndonjëherë të bazuar, ndonjëherë të pabazuar, sepse ka një të kaluar me grajo dhe aq të mirë, dhe domethënë pëlqen ta shoh se çka ka cituar gjatë jetës së tij, cili ka përfunduar se domethënë gratë janë qenje të pakuptueshme dhe kështu me radhë. Domethënë ka dhe shumë poet të njohur, po ky domethënë disi nuk e di, pëlqen. Sa ndikon në këtë rast le të themi Charles Bukowski ose cili do shkrimtar tek shkrimet e tua, tek bindjet e tua për shkrimet e cilat? Gjithsecili, për shembull në librin e dytë, unë e bile kam marrë shembullin nga Charles Bukowski sepse kam pa ndoshta ke mund ta kesh parë edhe ti, që ka qenë një libër i zbrazët, që flet për sa i kuptojmë gratë. Po, gjithçka që mund të di një burr për një grua, unë e kam pas në disa gjuhë të tjera, në serbokroatisht, në anglisht, në gjermanisht, por në gjuhën shqipe nuk e kam parë dhe mendova tash pse mos ta bëj një të tillon. E kam bë, por duke pasur parasysh vetdijen tonë, unë e kam cituar në disa faqe, një 5 ose 6-7 nuk e di, se për çfarë arsye është i zbrasur. Ndoshta te ne mund të mendojnë se kam pasur kështu mendime që kanë menduar se ka harruar shtëpia botuese pa e shtyp ose ku e di çka, a nuk e ka lexuar këta të tjera domethënë fillim. Edhe kjo ka qenë që ka përfunduar se gratja në qenie pa definuar që s'mund t'i kuptosh se ku e di çka kështu me radhë, por ka qenë shumë e mirë kjo sepse disa poetëve që ua kam dhuruar këtë libër, ata e kanë mbush vetë, domethënë si shohin ata gratë. Edhe ka qenë diçka ka qenë si një shtytje mbi shtytje, apo kupton, ka qenë diçka shumë e mirë që secili e ka dhënë interpretimin e vet mbi gratë çka mund të jenë, se tash edhe burrat nuk janë qenë përsosur padyshim. Por ne edhe se kemi marrë guximin të shënojmë për ta, por duhet. Le të themi nga shkrimtarët lokal ose shkrimtarët shqiptar, një dikë me të cilin ke komunikim ose të kush që të mbështet,
Apo ndonjë artist në fushë të ndryshme? Përgjithësi kam mbështetje nga njerëz të ndryshëm, sidomos shqiptarë, domethënë nga Kosova, Shqipëria po e të njohur. Tani nuk dua t'i përmend emra se mund të harroj dikë dhe pastaj t'i ngelem borxh, kështu që përvoj nga ata e kam shumë dhe i falenderoj shumë, gjithë secilit prej tyre madje edhe nga Maqedonia dhe ju falenderoj shumë. Domethënë, kështu që jam e hapur për ta dhe më kanë thënë në çfarëdo kohë që ke nevojë për ndihmën tonë, jemi këtu për ty. Ku ke këtë përkrahje dhe lloj mbështetje është vërtet ndihmë e madhe për dikë që po mundon ti bëj hapat e mëdha të karrierës. Le të flasim edhe për pjesën e aktiviteteve të shumta, mbrëmjeve poetike ose diçka që zhvillohet, ku ti merr pjesë apo ke marr pjesë së fundmi? Unë kam marr pjesë në për shumë mbrëmje poetike, brenda dhe jashtë vendit, së fundmi ka qenë kjo në Suedi. Aty ka marrë pjesë si shkrimtarja vetëm nga Maqedonia dhe shqiptare padyshim isha unë aty nga Maqedonia po flas, ku kanë marrë pjesë 24 shtete, domethënë poet nga 24 shtete, 24 gjuhë dhe ka qenë një festival i jashtëzakonshëm, madje ne bëshim kështu shaka pak e quanim si Eurovisioni i letërsisë, se ka qenë domethënë poet të ndryshëm nga shumë shtete të botës, edhe kemi kaluar jashtëzakonisht bukur, ka qenë një shfaqje shumë interesante sepse ne kemi bë me shqiptar. Domethënë nuk kemi bë me tuaj, për shembull anglez, suedez, izraelit, e shumë të sloven, kroat, ku di çka bosnjak, ajo ka qenë domethënë shumë e mirë dhe një eksperiencë shumë e bukur që s'mund ta harroj. Të krahasohesh me dikë është padyshim aty është interesante, por kur krahasohesh me dikë të huaj është edhe më mirë, bota të ndryshme, kultura të ndryshme. Aty është se ku gjendesh. Unë di se ke marrë edhe një çmim në këtë event në të cilin ishe pina o Artemigjenit. Po, ishte pina o Artemigjenit. A mund të na flasësh më shumë, se pari të përgëzoj, më vjen shumë mirë që dikush veçanërisht nga vendi im merr këtë çmim. Faleminderit shumë. Po ka qenë ky çmim që më dha mua faktikisht është ndar dy personaliteteve që kanë dhënë kontribut në sferën e prozës dhe në poezisë. Kam qenë unë shqiptare, domethënë Liber Emini nga Maqedonia Kumanova dhe ka qenë një suedeze nga Stockholmi, nuk më kujtohet tani emri, Ema ose Manuela diçka kështu, ajo dhe unë kemi marrë këtë çmim. Mandje edhe janë ndarë dhe çmime të tjera, dhe mua ky çmim domethënë më ka respektuar dhe ka qenë një privilegj për mua padyshim sepse ndoshta dhe isha më e re aty nga ata gjithë të tjerë dhe ndoshta ka pasur diçka që i kanë pëlqyer shkrimet e mia, edhe ta them të drejtën nuk e kam pritur kështu shumë realisht sepse në vendin tonë gjithë kemi festivale të ndryshme ku e diçka, po vlerësimi nuk është shumë i drejtë për drejtë, këtë e dim të gjithë. Po dhe kështu që kur e mbora aty kur e dëgjova Befa Semrin tim aty në BIN, u impresionova normalisht, dhe ishte kënaqësi për mua. Edhe domethënë u gëzova shumë normalisht. Atje na ke reprezentuar me ndonjë prozë apo ka qenë përgjithësi për Atje ka qenë përgjithësi krimtaria ime, domethënë në letërsi, po konkretisht domethënë në poezi, diçka se libri i fundit kishte pëlqyer shumë, madje ishte shumë keq kështu për mua ta them sepse unë isha me aeroplan pa ta udhëtuar deri atje dhe nuk mund ta marr ekzemplar padyshim si shkon me procedurat në aeroport dhe kisha shumë pak të cilat mi kërkuan, po unë s'mund t'ia jepshe të gjithëve dhe i ndava disi në mënyrë shumë të ngushtë, s'kisha mundësi tjera dhe thash herën tjetër kur do të takohemi me kismet dhe patjetër do t'ja udhuroj. Po patjetër, pse jo, duhet të shpërndahet një krimtari e mirë. Po, se s'mo kanë harxhuar e disa. Na flet tash edhe për planet e ardhshme të cilat i ke, çka pretendon të krijosh për lexuesit e tu. Bjondina, zakonisht planet e mia të ashme për letërsinë, nuk kam qef të shpalos, më vjen keq. Kamerat, të nxjerrim disi. Po, domethënë planet të tjera, domethënë mendoj të synoj aty planet e mia, qëllimet e mia, ëndrat e mia, kurse për lexuesit i them qëndroni stand-by, se kështu kam punuar gjithë, domethënë librat e mia që i kam bërë, madje kanë qenë surprize për familjen time, që nuk e kanë besuar, se nuk më kanë parë as duke shënuar, se unë kështu çuditërisht të gjitha librat e mia dhe shkrimet e mia i kam bërë domethënë natën. Kështu e kam sikur në të tjera. Po, nuk e di pse këtu na vjen motive neve kur gjithë bota pushon, ne atëherë zgjohemi dhe kemi motiven e botës. Dhe domethënë i kam bërë kështu dhe tash preferoj të tjera që ti lë që ata të bëjnë zhurmë, se siç thot një fjalë dhe vepra më e vogël para fjalës më të madhe, fjala më e madhe para veprës më të vogël hesht, kështu që le të lejmë veprat të flasin. Okej, unë uroj që ti të kesh sukses edhe në këtë pjesë. Sa i përket mënyrës se si qëndron afër me lexuesit, a është kjo vetëm përmes librave apo ndoshta postimeve të ndryshme që bëhen në rrjetet sociale, me që rrjetet sociale tashmë janë edhe mënyra kryesore e komunikimit me çdo kënd?
Ta them të drejtën me të dyja, do më thonë tash lexuesit e ri më tepër më kanë njohur mes librave, do më thonë jashtë Maqedonisë, më na kanë bashku librat, kurse këto në vendin tonë dhe përmes rrjeteve dhe përmes librave dhe aktiviteteve të ndryshme, sepse kam qenë edhe në organizat 2-3 vite sekretar general nga aty, madje jam marrë në përlëmi të ndryshme në Akademinë Shkupi që jam, pastaj si dizajner grafik jam marrë edhe në Prishtinë aty ku e kam kryer atë si për domethënë jam certifikuar aty, edhe domethënë në përshërat të ndryshme kam krijuar me që njihem edhe përmes rrjeteve dhe përmes lëmisë të ndryshme që kam zhvilluar me ata dhe te ata. Dhe si fund, çka ju kishe thënë lexuesve, qytetarëve të Kumanovës? Çka ju kisha thënë, gjithçka, po s'më premton koha. Në pika të shkurtë. Po, jo, kisha thënë domethënë rinis konkretisht është mirë të ndjekin ëndrat pavarësisht të vendit, rrethonave, mbështetjes institucionale, domethënë duhet i prishi vetëm vendimeve tua kryesore në jetën tënde, sepse siç thot një fjalë edhe hija jote të braktisë në errësirë, kështu që mos u ndal pas çdo guri që të hedhet në rrugë dhe vazhdo se vetëm kështu mund të arrish ëndrat e tua dhe synimin tënd. Përndryshe do të mbetesh duke parë se ku mbeta unë, ku isha dhe çfarë ndrova. Kjo është një mesazh vërtet i mirë, ndërsa nga ana ime nëse një liber mund të bëjë diçka, edhe ti mund të bësh diçka, edhe tjetri mund të bëjë diçka, dhe kështu mund të krijojmë dhe mund të jemi një brez mjaft i suksesshëm, si dhe me ëndra të realizuara. Liber, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit tim. Unë të uroj gjithë sukses përsëri, faleminderit për kohën që ndave. Faleminderit për juve për ftesën dhe komoditetin. Falenderoj shumë dhe ju përgëzoj për emisionin. Faleminderit shumë, kreacia ishte jona. Faleminderit. Të shikues të nderuar, kjo ishte tra që kam kisha përgatitur për ju. Shihemi herën tjetër.